Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar inventari, duke zbuluar një skem të mirë organizuar vjedhjeje në një subjekt që operon në fushën e prodhimit dhe tregtimit të kafes. Hetimet nisën pas kallëzimit të administratores së kompanisë, e cila kishte konstatuar mungesën e një sasie të konsiderueshme produkti në magazin. Pas veprimeve hetimore të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, u bë e mundur dokumentimi i plotë i aktivitetit të dyshuar kriminal. Si rezultati i operacionit, u arrestuan në flagrancë 2 magazinierë të subjektit, shtetasit me iniciale AK, 35 vjeç dhe VK, 29 vjeçe, ndërkohë nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale LB, 29 vjeç, me detyrë shpërndarës. Sipas hetimeve, 3 shtetasit në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe duke shpërdoruar detyrën, dyshohet se përgjatë një periudhe 3 vjeçare kanë mbjedhur rreth 40.000 kg kafe. Nga shitja e kësaj sasie, ata dyshohet se kanë përfituar rreth 800.000 euro. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e mëtejshëm të hetimeve dhe ndjekjen penale të përfshirëve, ndërkohë policia vijon punën për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari kriminale.